Duke se stadiumi Fadil Vohri është shumë i vogël për të mikpritur shqiptarët nga të gjitha trojet që kanë shkuar në Prishtinë për të parë ndeshjen Kosovë-Turqi. Duket se edhe Prishtina e ka të vështirë për të mbajtur shqiptarët që kanë vërshuar drejt Kosovës në pritje të ndeshjes historike. Në rast fitore, kjo ndeshje do t'i hapë dyert e kualifikimit të Kosovës drejt botrorit. Ka mira tifoz shqiptar në mbar botën dhe ka vetëm një zemër që rre kuqezi, simbolet e flamurit më të bukur në botë. Por pavarësisht rezultatit të kësaj ndeshje, ajo që po ndodh sot do të mbahet më gjatë. Fillimisht ka qenë një deklaratë e Erdoganit ka përshkruar marrëdhënien e mirë mes dy shteteve, ku shpreh se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Por në një formë krejt ndryshe dhe mjaft surprizuese, ka reaguar edhe një biznes në mes të Prishtinës. Pronari i saj ka vendosur që të gjithë tifozët e Turqisë do të kenë falas, kafen dhe çajin nga lokali. Në pankartë shkruhej: "Kafe dhe çaj falas për tifozët turq. Borxhin e keni larë në 1999-ën." Këtë ndeshje kaq të rëndësishme do e ndjek nga Haga edhe ish krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, ndërkohë Shqipëria u skualifikua pasi humbi ndeshjen me Poloninë, por duhet thënë se Shqipëria e ka fituar këtë botror, kur mundi Serbinë në fushën e saj me rezultatin 1-0.